Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta 3000 vjeçare për pagjumësinë. Nëse keni probleme, kjo është zgjidhja e shumë pritur. Mjekësia alternative është një sistem mjekësor që ka më shumë se 3000 vjet. Institutet kombëtare të shëndetit shpjegojnë se ajo bazohet në konceptet e ndërlidhjes universale. Sistemi tradicional i kujdesit shëndetësor indian ende përdoret nga shumica e popullsisë së Indisë. Ka një arsye dhe ajo është funksionaliteti i kësaj recete. Ekzistojnë 3 lloje të mosbalancimeve të gjumit. Vata është problemi i pamundësisë për të shkëputur vëmendjen nga ngjarjet dhe ndjenjat e ditës. Në këtë lloj mosbalance të gjumit është e vështirë të flini gjumë edhe kur flini jeni i shqetësuar. Ata që vuajnë nga një çrregullim i gjumit vata këshillohet të bëjnë një stërvitje dhe aktivitet fizik. Në një çrregullim gjumi të quajtur pita, ju flini lehtësisht gjumë, por zgjoheni gjatë natës dhe nuk mund të flini më të qetë. Ky shqetësim shpesh shkaktohet nga trauma emocionale. Rekomandohet që ata të cilët luftojnë pitën të flenë në temperatura të ftohta. Në mosbalancimin e gjumit kappa, ju bëni një gjumë të thellë për një kohë të gjatë, por ende zgjoheni me lodhje. Për çrregullimet e gjumit, zgjimi para orës 6 dhe ushtrimi në mes 6 dhe 10 mundet të zgjidhë problemin. Përveç këtyre mjeteve në shtëpi këshillohet të mos konsumoni kafeinë pas orës 3 dhe rekomandohet të pini një gotë qumësht të ngrohtë me 1/4 në lugë çaj arr moskat para se të shtriheni. Është sugjeruar gjithashtu të masazhoni trupin me vajra esencial. Gjatë ditës të gjithë ju harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë, por shpeshherë kemi të vështirë që të flem. Në rastin e të rriturve rekomandohen që të flenë 7 deri në 9 orë rresht, në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen. Sidoqoftë, nëse ju keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë disa ilaçe natyrale të cilat munden të përshpejtojnë gjumin. Qumësht i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila ne na jep ndjenja lumturie dhe mirëqenie. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mundet që të nxjisë gjumin edhe tek ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mente. Gjithashtu, çaji mentes lehtëson në dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke i lejuar trupit që të pushojë siç duhet. Ky çaj është një mundësi e shkëlqyeshme për të marrë parasysh. Lëngu i qershisë. Lëngu i qershisë, ashtu si qumshti, përmban triptofan. Prandaj ai mundet që të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar që të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushim gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban gjithashtu magnez dhe kalium, 2 minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe nga ana tjetër të sigurojnë një gjumë të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe ëndjen në veshka. Falë sasisë së madhe të elektroliteve natyrore, ndihmon trupin që të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, 2 minerale kryesore për relaksimin e muskujve, dhe kaliumi së bashku me magnezin. Ky frut ka një efekt antiseptik dhe qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve e mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes.
gjë që rri dëshirën për të fjetur. Çaj i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjalë për gjumin, ai me dekafeinat është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe gjithashtu largon edhe stresin, duke ju ndihmuar ju mundet që të flini shumë të qetë gjatë natës. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë. E pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar që të jetë shumë efektiv dhe sidomos kur bëhet fjalë për gjumin. Si qumshti i lopës, ashtu edhe qumshti i bajames ka triptofan dhe falë kësaj trupi mundet të prodhojë melatonin. Ky hormon është elbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz me pagjumësi kronike pririn të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur siç duhet. Çaji kamomili. Çaji kamomilit ka një efekt të zbutës në trup. Zakonisht rekomandohet për dhimbjes në stomak, pasi mund të ndihmojë tretjen dhe lehtësimin e simptomave të ndryshme si për shembull stresin. Siç janë pagjumësia dhe ankthi, kamomili ka vërtetuar që të jetë tepër efektiv në rastin e këtyre problemeve shëndetësore, prandaj duhet që ta pini me patjetër. Smoothie bananeje me qumësht bajame. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofanin dhe duke e bashkuar së bashku me qumshtin e bajameve, ju do të përfitoni një recetë fantastike e cila do t'ju vinë në ndihmë për të trajtuar pagjumësinë. Çaj i rrënjëve valerian. Rekomandohet shumë për të nxitur një gjumë natyral dhe të thellë, duke pasur parasysh sasinë e tij të antioksidantëve dhe acidit valenerik. Përveç kësaj, ajo zvogëlon fryrjen dhe stresin fizik dhe mendor. Një studim i kryer tek gratë në menopauzë tregoi se ato ndihmojnë shumë në parandalimin e ndërprerjeve të gjumit. Uji. Sigurisht, një nga pijet e para të disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuanetjen dhe nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni natën për të shkuar në tualet. Çaj bimor. Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt tepër qetësues në trupin tuaj. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelin e hormonit të stresit kortizolit. Kamomili. Çaji valerian dhe gjithashtu nenexhiku janë të përshtatshëm për gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti i ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije preferuar për shumë njerëz. Për shijen e uljes së laktozës, ju mundet që ta përzieni në të një lugë çaj mjalt, karafil, kanellë ose shafran indis, i cili gjithashtu ka një efekt antiinflamator. Lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato të cilat pini lëng qershie 2 herë në ditë arrinin që të flinin 84 minuta më shumë se sa ata që nuk pinin. Qershit po ashtu janë të pasura me përbërës të cilët të lidhen me një gjumë të shëndetshëm dhe tepër relaksues. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!